Nuk do ta besoni çfarë ndodhi në këtë bank. Një burr hyri me 15 kanaçe të mëdha, por ajo që kishte brenda tronditi të gjithë stafin. Shikojeni deri në fund për të zbuluar shumën totale dhe monedhën e rrallë me vlerë $1.000. Kur Otha Anders hyri përmes dyerve të dyfishta prej xhamit të bankës në qendër të Ruston, zhurma me hapave të tia jehonte nga dyshemeja e shkëlqyeshme prej mermeri. Zhurma e qetë e zakonshme e bankës, njerëzit që bisedonin butë, tastiera që klikonin, u zbe papritur, ndërsa një klithmë metalike e mprehtë theu ajrin. Otha po shtynte një karrocë me rrota të mbushur lart me 15 kanaçe të mëdha, 5 gallonëshe, dhe çdo rrotë kërciste me zë të lartë në çdo hap përpara. Kokat u kthyen, bisedat u ndërpren, holli i bankës ra në një heshtje të çuditshme. Të gjithë syt u fiksuan në atë që po sillte brenda, kanaçet. Plastike ishin mbushur plot, pothuajse duke u derdhur me peni migra prej tyre. Mund të shije shkëlqimin e tyre të bakrit të zbejt përmes anëve të kontenerëve. Otha, i cili ishte i njohur mirë në Ruston për rolin e tij të gjatë në bordin shkollor të Jacksonit, ishte parë gjithmonë si një djalë i qëndrueshëm i tipit të shkollës së vjetër. Por kjo sjellja kaq shumë penive, askush nuk e dinte saktësisht se çfarë të mendonte. Jenny Cole, nënkryetaria e bankës, duke i hutuar ndërsa Otha arriti përpara, vetullat e saj të ngritura. Zoti Anders, çfarë në të vërtetë keni sjell me vete sot? Pyeti ajo, edhe kurioze edhe e shtangur. Otha i dha një buzëqeshje të lodhur, por të kënaqur. 45 vjet peni, tha ai. Mendova se ishte koha të zbuloj se çfarë kam këtu. Njerëzit filluan të përshpëritnin dhe të afroheshin ngadalë, duke u përpjekur të shikonin. Po krijohej një lloj energjie e çuditshme, sikur diçka e papritur ishte gati të ndodhte. Nuk ndihej më si një ditë normale në bank, ndihej si fillimi një historie për të cilën do të flisnin të gjithë. E gjithë puna kishte filluar me vetëm një peni që Otha vuri re në trotuar gati 50 vjet më parë. Ai e kishte marrë atë dhe i kishte përdorur si një kujtesë të vogël për të ndalur, thënë një lutje të qetë dhe për të qenë mirënjohës. Ai moment u kthye në një zakon, një rutinë e çuditshme të vogël që as familja e tij nuk e kuptonte plotësisht. Në fillim, gruaja dhe fëmijët e tij mendonin se ishte e ëmbël në një mënyrë të çuditshme. Ata qeshin me këtë gjatë darkës ose sa herë që dikush e shihte atë duke marrë një tjetër monedhë. Por me kalimin e kohës, koleksioni i Othas filloi të merrte jetë me vete. Ajo që filloi si një kavanoz i vetëm u kthye në një raftë të tërë të mbushur. Pastaj erdhën kovat dhe përfundimisht 15 kanaçe të mëdha 5 gallonëshe, që përfunduan duke zënë pothuajse gjysmën e garazhit të tyre. Numri i monedhave dukej se shumë fishohej më shpejt se sa mund të numëronte kushdo, dhe shumë shpejt nuk ishte thjesht një çudi e padëmshme, u bë diçka për të cilën familja duhej të fliste. Gruaja e tij Marta filloi të përmendte më shpesh: "Otha, duhet të ndalosh me të gjithë këtë peni", thoshte ajo, duke hedhur një vështrim rreshtave të kontenerëve dhe duke tundur kokën. "Po na mbaron hapësira dhe ti po kalon më shumë kohë duke ndarë monedha se sa duke bërë ndonjë gjë tjetër." Fëmijët e tyre ishin po aq të hutuar nga e gjithë kjo. Si adoleshent, ata ngriheshin kur e shihnin atë të ulur jashtë në një dyqan duke marrë një tjetër monedhë të ndyrë. "Hajde baba, a ke vërtet nevojë për një tjetër peni?" thoshin ata. "Është vetëm një cent." Por Otha thjesht buzëqeshte, fuste monedhën në xhepin e tij dhe vazhdonte. "Nuk është thjesht një peni", thoshte ai, "është një kujtesë." Ajo që dikur bënte që familja të qeshte, tani filloi t'i shqetësonte. Bisedat u bën më serioze me kalimin e viteve, veçanërisht pasi përqendrimi i Othas në koleksionin e tij të penive dukej se rritej edhe më shumë. Marta shpesh thoshte se ai po mbërthej shumë në të, duke kaluar fundjavat me kavanoza monedhash në vend që të rregullonte gardhin ose thjesht të pushonte. Fëmijët e tyre tashmë të rritur filluan të pyesnin nëse ai ja vlente e gjithë koha. "E gjithë kjo dukej shumë. Ti thjesht po ri mbi një grumbull bakri, baba", tha djali i tij Jeffrey një ditë duke tundur kokën. "Ato nuk janë të ralla apo diçka tjetër, janë thjesht peni të zakonshëm." Por Otha nuk i shihte në atë mënyrë. Për të, çdo peni i vetëm qëndronte për diçka më shumë.
Një moment i vogël falenderimi, një simbol i durimit, një lloj shpresë e qetë. Ai nuk i kishte mbledhur kur për çmimin e tyre, bëi fjalë për zakonin, mentalitetin, kujtesat e vogla për të qëndruar i qetë dhe mirënjohës. Megjithatë, ndërsa gjithnjë më shumë kanaçe mbusheshin dhe hapësira ngushtoi, madje edhe Otha duhej të pranonte se gjërat po dilin pak jashtë kontrollit. Tani dhe atëherë familja do ta shtynte atë që i linte disa prej tyre të shikonin. Mund të bësh diçka të dobishme me ato para, thoshte Marta. Rregullo diçka rreth shtëpisë, bëj një udhëtim të vogël ose jepja dikujt që ka nevojë. Por Otha gjithmonë nguronte, lënje e shkuarjes së qoftë edhe një monedhe ndihej si thyrje e një premtimi që i kishte bërë vetës vite më parë. Thellë brenda ai besonte se një ditë për kushtimi i tij i qetë do të thoshte diçka, megjithëse nuk kishte asnjë ide se kur ose si. Për vite me radhë ato kanaçe thjesht qëndronin aty duke mbledhur pluhur në garazh, një shenjë qete për kushtimit kokofort të Othas. Familja e tij mosoi të kalonte rreth tyre pa menduar, megjithëse tema ende vinte kohë pas kohe. Zakonisht me një të qeshur ose një ankesë gjysmëshakaje. Por ndërsa Otha plaket, shqetësimet e Martës filluan të kishin më shumë peshë. Çfarë do të ndodhte me të gjitha ata peni kur ai të vdiste? Kush do të ngecë duke kuptuar se çfarë të bëj me këtë trashëgimi të çuditshme që ai kishte ndërtuar gjatë dekadave? Por Otha nuk lëvizi. Për të koleksionin nuk kuptonte diçka thellësisht personale, ishte provë se edhe gjërat më të vogla me kalimin e kohës mund të rriteshin në diçka kuptimplote. Ai nuk thoshte shumë për këtë, megjithatë, as Martës apo fëmijëve, askush nuk e dinte vërtet sa monedha kishte mbledhur. Ata nuk kishin asnjë ide se në garazh të fshehur në qetësi ishte një pasuri e vogël që fshihej në sy të gjithëve. Momenti erdhi kur ai më në fund nuk kishte zgjidhje tjetër veç se t'i kthente ato në para pasi mësoi se sigurimi i shtëpisë së tij nuk do ta mbulonte më koleksionin. Kjo ndryshoi gjithçka. Jo vetëm për Othën, por për të gjithë familjen. Ndërsa ai rrotullonte karrocën drejt bankës, atë ditë rënduar me ato kanaçe 5 gallonëshe, ai pothuajse mund të dëgjonte zërin e Martës në kokën e tij, gjysmë ngacmues, gjysmë serioz. Shpresoi që të gjithë ata peni t'ia vlenin. Ajo nuk kishte asnjë ide kur Otha Anders shtyu karrocën deri te sporteli. Reagimi nga stafi i bankës ishte pikërisht ai që do të prisje. Sy të hapur, pamje surprizë dhe lloj i vështrimeve që shkëmbenin njerëzit kur nuk janë krejt të sigurt se çfarë po shihnin. Ata kishin pasur njerëz që kishin sjell monedha më parë, sigurisht, por jo si kjo. Kjo ishte diçka krejt tjetër. Jenny Cole ndodhi të ishte në sportelin e përparëm, ndërsa Otha afrohej. Ajo e njihte atë prej vitesh. Ai ishte një nga ato fytyra miqësore të njohura gjithmonë vinte për bankim të rregullt. Por kjo ishte një anë e Othas që ajo nuk e kishte parë. Stiva e kanaçeve ishte pothuajse e pabesueshme. Jenny e gjeti veten duke ngulur syt, duke u përpjekur të hamendësonte se sa monedha mund të ishin të pagetuara aty. Karroca me rrota dhe një kërcitje të fundit, ndërsa ndaloi para saj. Epo zoti Anders, tha Jenny, duke ngritur një vetull me kuriozitet të qartë. Kam parë të gjitha llojet e gjërave të kalojnë nëpër këto dyer, por nuk kam parë kur diçka krejt si kjo. Për sa peni po flasim këtu? Otha dha një buzëqeshje të vogël, të sjellshme, lloji i buzëqeshjes që vjen nga vite përgatitjeje të qetë. Nuk mund të them me siguri, u përgjigj ai, por do të hamendësoja diku afër gjysmë milioni. Më shumë ose më pak. Gjysmë milioni? Numri as që duke i vërtet. Jenny puliti syt, e kapur në befasi për një sekond para se të kthej shpejt në mënyrën e saj të zakonshme profesionale. Por edhe atëherë, një fije dyshimi qëndroi në sytë e saj. Prania e qetë dhe toni miqësor i Othas nuk përputheshin saktësisht me shkallën masive të asaj që ai po kërkonte. Për sa kohë i keni mbledhur këto? Pyeti ajo, duke u dukur më e befasuar herën e dytë. 45 vjet, tha Otha thjesht, sikur të ishte gjëja më e qartë në botë. Mora çdo peni që pash, kur nuk shpenzova asnjë të vetëm.
Nuk ishte vetëm numri që i la Gjenin dhe të tjerët të shqetësuar, ishte mendimi i dikujt që kalonte dekada duke mbledhur diçka që shumica e njerëzve e injorojnë. Për stafin, Penny mezi regjistroheshin, thjesht ndryshime të vogla që njerëzit i hidhnin, haronin ose i hidhnin në kavanoza pa menduar. Ideja që një burg kishte kursyer aq sa të mbush 15 kanaçe të mëdha ishte vështirë të besohej. Stivi, ndihmës menaxheru drejtua pasi ndëgjoi zhurmën rreth dhomës. Ai hodhi një vështrim mbi kanaçet e grumbulluara në karrocën me rrota, goja e tij shtrëngoi ndërsa e merrte të gjithë. Ne nuk jemi vërtet të përgatitur për këtë lloj depozitimi, tha ai duke palosur krahat. Makinat tona mund të mos jenë në gjendje të marrin këtë sasi menjëherë. Mund të duan ditë të tëra vetëm për t'i kaluar të gjitha. Hezitimi në zërin e tij ishte i qartë dhe arkëtarët afër shkëmbyen vështrime të shqetësuara. Trajtimi i disa rrotullave me monedha ishte një gjë, por kjo ishte në një nivel krejt tjetër. Mendimi i bllokimit të makinave të tyre ose i numrit të qindra mijëra penive me dorë bëri që të gjithë të lëviznin pak. Por Otha nuk u zbraps. Ai ishte mësuar që njerëzit të dyshonin në vlerën e koleksionit të tij. Familja e tij kishte ngritur vetullat për vite me radhë. Pra, kjo nuk ishte asgjë e re. Nuk jam në nxitim, tha ai me një tundje kokën. Kam pritur 45 vjet për të parë se sa shtohet e gjithë kjo. Nëse duan disa orë ose disa ditë, unë mund të pres. Arkëtarët hodhën vështrime ndaj njëri tjetrit, një tension i qetë kaloi mes tyre. Asnjëri prej tyre nuk ishte saktësisht i emocionuar për të drejtuar një depozit kaq masive monedhash, por askush nuk donte të largonte as Andersin. Ai kishte qenë një klient i rregullt në bank për vite me radhë. Jenny, duke ndjerë rritjen e hezitimit, ndërhyri për të lehtësuar momentin. Do të gjejmë diçka, zoti Anders, tha ajo duke u përpjekur të mbante zërin e saj të qëndrueshëm. Thjesht kjo është pak më shumë se sa prisnim. Ekipi filloi punën, duke kuptuar se do të ishte një ditë e gjatë. Ata nxorën makinat e vjetra të numërimit të monedhave, i fshin pluhurin dhe i futën në prizë. Por, edhe ndërsa filluan dyshimet mbeten, Steven të i shqetësuar, nuk mund të mos pyeste nëse gjithë kjo ishte një humbje kohe. Kush kalon 45 vjet duke mbledhur Penny? Duhet të ketë pasur mënyra më të mira për të përdorur gjithë ato përpjekje. Ata filluan me kanaçen e parë, duke hapur me kujdes me një çekiç. Penny u derdhë në një rrjedhë të qëndrueshme, duke u shpërndarë nëpër tavolinë në një shpërlarje bakri, ndërsa futën monedhat në makinë, zhurmë metaleve që klapin dhe kumëzhinin mbushte dhomën. Por makina ishte më e ngadalë se sa pritej. Nga mesi i ditës vetëm disa kanaçe ishin zbrazur dhe mosbesimi i mëparshëm i arkëtarëve ishte kthyer në një lloj qëndrese të qetë. Megjithatë, diçka filloi të ndryshonte. Pavarësisht orëve të gjata, kishte një kuriozitet në rritje. Otha qëndroi i qetë, duke pritur me durim, duke mos shtyr kur askënd apo duke u ankuar. Prania e tij e qëndrueshme dhe shkalla e asaj që kishte sjell filluan të fitonin respekt të qetë nga stafi. Më shumë punonjës filluan të mblidheshin aty pranë, të tërhequr nga skena e pazakont. Kur nuk i dihet, pëshpëriti një arkëtare. Mund të ketë diçka të rrallë aty brenda. Njerëzit gjejnë monedha të vlefshme gjatë gjithë kohës. Otha bisedoi me arkëtarët ndërsa ata punonin. Shumë ishin kurioz se si kishte filluar koleksioni i tij dhe ishte i lumtur ai ta ndante. Ai u tha atyre për ditën me shi kur gjeti gati 50 peni të shpërndar në parkingun e shkollës së mesme dhe se ai shpesh gjente monedha të ngulitura në të çarrat e tribunave të vjetra gjatë lojrave shkollore. Ai foli për atë se si filloi t'i ndante ato sipas vitit dhe llojit, pasi mësoi se disa monedha më të vjetra mund të vlejnë më shumë. Ai madje ndau se si studentët sillnin peni që gjenin në sheshin e lojrave dhe se si ai gjithmonë këmbëngulte t'u jepte atyre një peni në këmbim. Ndërsa numërimi vazhdonte, arkëtarët filluan të vërejnë disa monedha që dukeshin shumë të vjetra, shumë të shënuara me data nga vitet 1930 dhe 1940 dhe madje dhe disa nga fillimi i viteve 1900. Shikimi i atyre penive të konsumuara me dizajnet e tyre të zbehura dhe skaje të buta u dha atyre një lloj tjetër kuptimi. Historitë që Otha ndau bën që çdo monedhë të ndihej më shumë si një kujtim se sa si para.
Edhe ngadalë, stafi filloi të kuptonte pse ai kishte mbajtur ato të gjitha këto vite. Ata kishin përfunduar rreth gjysmën e kanaqeve kur gumëzhima e qëndrueshme e makinës papritmas ndaloi. Një zhurmë e thellë gërryese mbushte dhomën dhe pastaj gjithçka u qetësua. Stevie u vërsul, shqetësimi i shkruar në fytyrën e tij. Ai u përkul dhe shikoi brenda. Duket se disa nga monedat e vjetra bllokuan rrotullat, tha ai. Disa janë aq të konsumuara sa që janë pothuajse të rrafshta. Jenny hodhi një vështrim te Otha, vetulla e saj e rudhosur. Ai qëndronte aty pranë, duke shikuar me një shprehje të qetë të shqetësuar. Mendoj se do të duhet të kalojmë disa prej tyre me dorë, i tha ajo butësisht. Do të zgjas shumë më tepër se sa kishim planifikuar. Otha nxori një frym të ngadalt dhe tundi kokën, shpatullat e tij u lëshuan pak. Nuk ka problem, tha ai butësisht. Kam pritur ka gjatë. Që aty ekipi ndryshoi taktikat. Disa arkëtar filluan të ndajnë monedhat me dorë, ndërsa të tjerët u përpoqën të përdorin makina më të vogla që mund të trajtonin monedhat më delikate. Ndërsa shoshitnin grumbujt, filluan të shfaqeshin disa surpriza. Një arkëtare, Suzana, vuri re një monedhë që binte në sy. Ajo e mori me kujdes dhe nguli syt në datë 1943. Ndryshe nga monedhat e zakonshme prej qeliku, gri nga ai vit, kjo kishte një ton të kuqëremt. Kjo mund të jetë një peni bakri i vitit 1943, tha ajo. Eksitimi rritej në zërin e saj ndërsa e çoi te Stevie dhe Jenny. Nëse është e vërtet, kjo e vetme mund të vlej mijëra dollar. Dhoma u ndes me interes. Stafi u mblodh më afër, kurioz dhe gumëzhitës me biseda. Otha qëndroi modest, duke u përpjekur të mos e bënte një gjë të madhe. Është ende thjesht një peni, tha ai me një buzëqeshje të vogël, por hej, unë do të marr çdo bekim të vogël që më vjen. Në fund të ditës së dytë, ndarja dhe numërimi në fund u bë. Çdo peni i fundit ishte kaluar në për makina, peshuar dhe totalizuar. Otha qëndroi i qetë ndërsa Stevie, ndihmas menaxheri, ju afrua dhe një copë të vogël letre në dorë dhe një pamje mosbesimi në fytyrën e tij. Zoti Anders, tha Stevie, duke ndaluar me një të qeshur. Totali juaj arrin në 520.000, ku vërtet kishit pak më shumë se gjysmë milioni peni. Për një sekond dhoma u bë plotësisht e qetë, pastaj një duartrokitje e butë shpërtheu nga grupi i stafit dhe shikuesve kurreshtar afër. Otha nuk tha shumë, por buzëqeshja në fytyrën e tij tha gjithçka. Numri ishte më shumë se sa kishte shpresuar, por edhe më e rëndësishme se parat ishin ndjenja se të gjitha ato vite përpjekje të qeta kishin vërtet një kuptim. Dhe pastaj pikërisht kur ai mendonte se historia kishte përfunduar, erdhi diçka tjetër. Disa mëngjese më vonë Otha mori një telefonat nga Suzana, arkëtarja e cila kishte gjetur atë peni të pazakont të viteve 1940. Ajo kishte shkuar për të kontaktuar një ekspert të monedhave antike vetëm për të zbuluar më shumë. Ajo që ajo mësoi ishte mjaft e mahniqshme, për shkak se ai peni ishte nga një sasi e rrallë e luftës së dytë botërore. Ai vlente shumë më tepër se sa pritej. Në fakt, ai fitoi Othas disa mijëra dollar shtesë. Ai ishte i shtangur. Një nga gjërat e para që bëri me parat ishte pagimi një fature dentare që kishte shtyr për muaj. Pas kësaj, ai befasoi martën me një udhëtim në bregun e Gjirit, diçka që ata kishin ëndërruar gjithmonë, por nuk arritin ta bënin. Pjesën tjetër, ai e dhuroi në qetësi në komunitetin e tyre lokal, i lumtur të kthente diçka në një vend që i kishte mbështetur për kaq kohë. Nga ai moment, Otha u bë një lloj legjende lokale. Njerëzit e njihnin si njeriu i penive, një simbol i asaj se si durimi, mirënjohja dhe një zemër e qëndrueshme mund të kthejnë diçka të vogël në diçka kuptim plot. Ai mund t'i ketë të kthyer monedhat në para, por historia jetoi. Udhëtimi i tij u bë një kujtesë edhe gjërat më të vogla në jetë mund të shtohen në mënyrë që ne nuk i presim. Çfarë mendoni se ishte më e rëndësishme për Othan?